Avokat, a u fut në kurth Veliaj për përgjimin që i bën në burg, në qelin e burgut? Për mendimin tim po, u fut në kurth, po përveç kësajt, u bë një gjë e cila nuk është bërë për asnjë person që mund të jetë edhe kriminal më i madh i vendit, të ketë bërë trazire dhe gabim më të madhe fatale në aspektin penal. Ky përgjim në ambientet e paraburgimit tregon qartazi që mesazhi i Spakut nuk është thjesht kundër Erion Velis, por është pikërisht për Erion Velin që të mos ketë mundësi të dali nga asnjë biruc e burgut. Dhe ajo që unë them edhe e kam thënë disa herë, lavdrimet, lavazhi që ju zbor Spakut dhe nga analist të paguar të Erion Velis, është treguesi i qartë që ata i bërën një goditje vetes. Të gjithë analistët që sot dalin pro Erion Velis i kanë bërë një goditje fatale vetes. Dhe mënyra se si ky rast nga Spaku është vazhduar dhe proceduar në gjykatën e apelit. Dhe gjykata e apelit të masës sigurisë të vazhdoi pothuajse 3 ditë radhazi. Kjo çfarë ishte? Ishte një proces politik. Pse politik? Sepse gjyqtari arriti në një farë forme që ne nuk e kemi parë asnjëherë, masi dhe një ditë ta shikojmë. Në apel të paktën 1 orë mund të diskutosh për masën e sigurisë, sepse apeli nuk pranon prova të tjera. Dhe nuk mund t'ia ndryshojë masën e sigurisë një person të cilët Spaku e ka marrë përpara duke e vendosur si të dënuar, sepse Spaku nuk e beson prezumimin e pafajësisë. Se për atë është teori, që do të thotë gjykata e apelit u përdor politikisht për të ndihmuar Edi Ramën në raport me miq të përbashkët që kanë me Erion Velin, që nesër Edi Rama mos të thotë tek fondacioni Soros apo tek miq të përbashkët që kanë, që unë e prita, por gjykata e apelit na tradhtoi sepse zgjati më shumë se sa ishte afati i fundit i listave për deputet. Se ju do të shikonit qartazi që Edi Rama do të mbronte Erion Velin duke i kërkuar shkarkimin e tij ose mirëdorëqjen e tij që ta vendoste direkt për deputet në listat e mbyllura të siguruar në Partinë Socialiste. Por Rama nuk e deshte. Dhe aleati kryesor që Edi Rama pati nuk ishte vetëm Spaku, po ishte pikërisht gjykata e apelit. Dhe gjykata e apelit bëri një seancë të pa e realizueshme ndonjëherë në vendin tonë. Të zgjasi masë e sigurisë në apel 3 ditë radhazi për ta shqyrtuar një gjyqtar monokratik. Pra një gjyqtar i vetëm. Dhe ndodhi kjo gjë. Nuk ekziston në praktikën tonë që apeli të presë ty 3 ditë apo të presë ty 1 orë ose më shumë se 15 minuta të mbarosh pretendimet e tua. Pra, mënyra se si Spaku goditi Erion Velin ishte i qartë për të ndihmuar jetëgjatësinë politike të Edi Ramës. Avokat, kemi pasur një reagim të ambasadës amerikane lidhur me procesin e vizave ose me thyrjen e vizave nëse ti te i kalon afatet ose gënjen për marrjen e vizave. Ky fakt nuk ka të na shërbejë ne për asgjë, sepse në rast se ti si qytetar nuk e aplikuar për vizë, nuk kuptohet qartazi që s'ka pse ti të marrësh një informacion të tillë, sepse personi që aplikon për vizë, kur bën intervistën, informohet qartazi edhe verbalisht, por edhe me një formular që ti nuk mund të shkelësh rregullat. Është shumë e qartë kjo, s'ka pse të na vendosin në dieni diçka që është normalisht shumë e qartë, që është e ditur botërisht, por edhe jo vetëm kësaj mënyre, por edhe mënyra të tjera që ku shkel vizat ka penalitete. Ambasada amerikane është në një hall tjetër. Halli i saj është që linja Trump nuk e lejon të dalë ashtu siç dilshin përpara nëpër media dhe duke dalë me deklarata shumë politike.
Tani kjo konsulat ose kjo ambasadë përdor median për të dhënë mesazh tek politika shqiptare. Për shembull, rasti i parë ishte njoftimi për sa i përket vizës, pra afateve. Çfarë tregon? Tregon qartësi që mesazhi ka qenë për Edi Ramën dhe për Sali Berishën. Pra kujdesni me procedurat që ndiqen. Dhe rasti tjetër, një njoftimi të dytë, ishte njoftimi i cili është komunist. Pse? Se ti nuk mund të thuash që do futen në burg. Pra një ambasadë nuk mund të thotë tek aplikanti që aplikon për vizë që do futesh në burg. Për shembull, duke paragjykuar, pa marrë vizën, pa shkelur vizën, pra afatet e të gjitha këto, edhe paragjykon dhe i thotë do të fus në burg. Pra kjo është qartësi një mënyrë ose një natyrë komuniste, ose më mirë fashiste. Pse duhet unë të them ty që do të fus në burg, kur ti ndërkohë nuk e ke bërë diçka të tillë? Dhe prandaj unë them që në këtë rast nuk ka të bëjë me aplikantët, ka të bëjë me politikën shqiptare. Ambasada amerikane, për shkak përsëri të influencës së Trumpit, por brenda saj ka edhe njerëz të cilët atashohen në administratën Biden, jep një mesazh të qartë tek Sali Berisha dhe Edi Rama, që në rast se shkelni rregullat të cilët kemi vendosur në truezën tonë të përbashkët, që ju keni secili për jush keni zarfin që ju themi direktivat tona, atëre sigurisht që ne në një të ardhme, për shkak të situatës Trump afatgjat, do të marrim masa burgosje ndaj jush. Por jo për qytetarët dhe për jo për ata të cilët kanë marrë vizë dhe nuk e kanë shkelur. Por është edhe për ata të cilët janë politikanë shqiptarë dhe në rast se bëjnë një veprim kundër administratës Biden, që ka qenë përpara, do të merren masa në një të ardhme afatgjat pas mbarimit të mandatit të Trumpit. Që do të thotë, të dy këto njoftime ishin goditse për Edi Ramën, Sali Berishën dhe përsëri goditse për politikën aktuale shqiptare. Që në çdo moment ju shkelni marrëveshjen, ju jeni përbur sipas administratës së Partisë Demokratike Amerikane.